Sot shkova në pazar të blej salmon, edhe më thot shitsi ati që do marrësh edhe kokën. I thashun që dua kokën e salmonit, më tha mua do ta bër supë. I thashun do bëj supë me kokën e salmonit, po më tha mua, edhe bishtin hidhja brenda më tha. Edhe e provova, pse jo, thash hajde ta provojmë. E dini o njerëz që doli e shkëlqyer, doli aq e shishme, aq e mirë, nuk ja kisha unë, thash unë avash tani, që thot ky hajde, edhe thash ta provoj, pse jo, më tha një çik fare, një çik sup do bësh, sa për një pjatë do ta provosh, edhe do më thuash herën tjetër që do vish të blesh salmonin këtu. E provova, e bëra me patate, pak me karote dhe pak oriz, një çik limon në fund, do edhe seleri, supa me kështu me peshk zakonisht, po unë nuk isha seleri, e bëra pa seleri, po e dini që doli e shkëlqyer. Ajo një çik mish që kishte, peshku do me thënë, atë një çik peshk që kishte, e hoqja nga koka edhe e hodha brenda siç e patë, edhe doli perfekte o njerëz, më besoni. Nuk u gënjej, doli shumë e mirë. Ta falenderoj, edhe do shkoj prapë të marr salmon atje ku mora sot.